po kvorumin zojës, as Osmani, as me marë pjesën e prezidentit, do të me qëndru. Nuk kanë qka me humbë ma herët e përmeni Adriani, që ato votat që kanë ardhë me të 28-in, mo nuk do t'jenë. Nuk po e thëmë që VV-ja do t'humbë, ose do t'humbë shumë. Mirë po, nuk do të silët në rrethin e 51%. A mund të opozita të sfidoj me një kandidat tjetër, shembull zoti Ramush Haradinaj, që po flitet që po grumbullon në nënshkrime. Po, a i mundet me grumbullu në nënshkrime, pa marë parasysh, mirë po, na do të me qenë shumë realist, zoti Kurti i ka numrat, nuk mundet a zoti Haradinaj apo dikush tjetër të sfidoj se i ka numrat. Në qoftë se zgjidhet një president konsensual, unë menoj që duhet ose me marë diken që është një personalitet që ka një bagazh të madh, ose që e donë parafërsisht paraqet një unitet. Nga se kemi pas një presidente. Sa vota i ka Kurti bashkë me minoritetet jo serbe? I bie që i ka 67? Po. 67 i ka, po. Me minoritetet LDK-ja, potencialisht 80 i bjerë. Në qoftë se LDK-ja dënë me shkatru vetë vetën, në qoftë se dënë me shkatru e vëtën Vjosa Osmani. Absolutisht. E shkatrën dhe me thonë zërë. Atë absolut mo nuk egziston LDK-ja. Ose LDK-ja shkon në kartën e marë presidentin, hynë me ju në koalicion, ose unë po ta votoj Vjosa Osmanin që i ka gjithë që i ka më të. Pra thu, nëse është për president, ta merë presidentin vetë. Ta merë presidentin vetë, kushtremjut në nështrohë. A ka figur presidenciale LDK-ja pas tema ato që i këthejmë me ty? Po, tash, për posë që e ka marë, po i bjenë dhe do të tapë Digjika automatikisht. Ja, automatikisht si bjenë se... Po, lideri partijës kushtrim, ata kandidojnë nëse për... A i do duhet tërhishet nga partija, pas taj se të rëzon që ka ta kushtetuse? Po e di, po zakonisht kur për e marin këtë rolin e prezidentit, dhe po japin tërhishet, sikur Zoja Osmani që dha prej Guxës, edhe ky mundet me dhanë. Po du me thonë, LDK-ja është gabimi më i madh fatal me votu Vjosa Osmani. Për interes LDK-s, jo pse se meriton, Vjosa Osmani apo e meriton. Koalicion me Heq as qeverisja se që presidenti dunë me marrë vetë, dunë mu përcaktu, a the vetë përcakto në majtë asë se djaftas. Nuk ka tash edhe me partizan ose me Gjerman? Po, kështu që përcaktoj me Gjerman. Jo sa është djaftë, për nuk është